Kanë hyrë në fuqi ndryshime të reja në kodin rrugor, të cilat sjellin një paketë të gjerë masash më të ashpra për drejtuesit e automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit. Ndryshime të miratuara në kuvend me 18 qershor dhe të botuara në fletoren zyrtare me 22 kurrik synojnë uljen e numrit të aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugët e vendit. Një nga risitë kryesore është se pezullimi i lejes së drejtimit nuk mund të shmanget më duke paguar 2 fishin e xhobës. Për të gjitha patentat e lëshuara nga autoritetet shqiptare, pezullimi do të zbatohet automatikisht pa të drejtë zëvendësimi me Kodi i ri parashikon masa të forta edhe për drejtuesi që grumbullojnë shkelje të përsëritura. Edhe në rastet kur xhobat janë shlyer, një numër i lartë shkeljesh mund të sjellë pezullimin e patentës deri në 1 vit. Rregullat e reja janë vendosur edhe për shoferët e rinj. Për 2 vitet e para pas pajisjes me leje drejtimi, ata nuk do të lejon të konsumojnë asnjë sasi alkooli para se të ulen në timon. Gjithashtu do të ketë kufizime të shpejtësisë në maksimum 90 km/h në autostrada dhe 80 km/h në rrugët jashtë zonave të banuara. Shkelja këtyre rregullave ndëshkohet me xhob nga 5 në 15.000 lekë, pezullim patentës për 1 muaj dhe heqje pikësh. Nëse një shofer i ri kryen 2 shkelje brenda 1 viti, periudha e kufizimeve zgjatet edhe me 1 vit tjetër. Ndryshimet e rëndësishme prekin edhe personat që drejtojnë automjetet pa leje drejtimi. Të rriturit që kapen në timon pa patent nuk do të kenë të drejtë të regjistrohen në autoshkollë për 1 vit, ndërsa të miturit, nëse kapen duke drejtuar automjet, do të mund të aplikojnë për patent vetëm 2 vjet pas mbushjes së moshës 18 vjeç. Kodi i ri shpërson ndjeshëm edhe masat ndaj drejtuesve që konsumojnë alkool. Në rastet e përsëritjes së shkeljes, kur një drejtues i dënuar më parë kapet sërish duke drejtuar mjetin me nivel alkooli mbi kufirin e lejuar, leja e drejtimit i hiqet përfundimisht, pa mundësi për t'u pajisur sërish me patent. Rritje kanë pësuar dhe xhobat për shpejtësinë të normave të lejuara në zonat e banuara, pranë shkollave si dhe për garat e paligjshme apo manovrat e rrezikshme në rrugë. Masat variojnë nga 20 deri në 60.000 lekë. Gjithashtu janë shpërsuar ndëshkimet për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Nëse një drejtues kapet 2 herë brenda 1 viti duke përdorur telefonin në timon, patenta i pezullohet për 3 muaj. Dalimi i përdorimit të celularit shtrihet tashmë edhe për drejtuesit e biçikletave, motocikletave deri në 50 cm3 dhe monopatinave elektrike. Autoritetet thonë se ndryshimet janë hartuar mbi bazën e statistikave të aksidenteve rrugore, që tregojnë se shpejtësia, përdorimi i celularit dhe drejtimi nën efektin e alkoolit mbeten shkaqet kryesore të ngjarjeve me pasoja në rrugët e vendit.